Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilloi këtë hënë një konferencë për shtyp në Vlorë ku foli mbi ngjarjen e ndodhur më 30 maj në Zvërnec dhe masat e marra pasaj. Në fjalën e tij ai pranoi se mënyra e menaxhimit të situatës dhe informacioni pasaktë i përcjell publikisht kanë dëmtuar standardet e institucionit dhe besimin e qytetarëve tek Policia e Shtetit. Për këtë arsye, sipas tij, janë marrë masa të menjëhershme administrative dhe hetimore për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Drejtori i përgjithshëm konfirmoi se drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorës shkarkuar për dështimin në menaxhimin e protestës në Zvërnec dhe për informacionin e pavërtetë të dhënë lidhur me incidentin, ku një qytetar u mor me forcë dhe u dhunua nga punonjës të sigurisë private. Ndërkohë u prezantua dhe drejtori i komanduar i Policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreu, i cili do të ketë detyrën e riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qark. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pasaktë i përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga Policia e Shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Po ashtu, sot prezantova drejtorin e komanduar të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreu, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Hita e cilësoi të papranueshme sjelljen e policisë gjatë ngjarjes, duke theksuar se efektivët nuk ndërhyjnë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit dhe nuk identifikuan menjëherë autorin e goditjes. Policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke na turpëruar të gjithëve, tha Hita. Në vijim u bë ditur se është ngritur një grup i posaçëm hetimor për të verifikuar të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, ndërsa Drejtoria e Standardeve Profesionale ka nisur hetim disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Policisë së Vlorës, e cila ka nisur menjëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Drejtorisë Vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte heqja e licencave për dy kompanitë private të sigurisë, Myrto Security 1.3A dhe Major Security, pasi nga verifikimet rezultuan shkelje në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Drejtori i përgjithshëm përsëriti ndjesën publike ndaj qytetarëve të Vlorës për informacionin e pasaktë të dhënë fillimisht nga policia, duke theksuar se besimi i publikut mbetet vlera më e rëndësishme për institucionin. Ai nënvizoi gjithashtu se Policia e Shtetit ka detyrimin të garantojë rendin dhe sigurinë gjatë protestave, por edhe të mbrojë pronën private, kur ajo disponon dokumentacion të rregullt ligjor. Në këtë kuadër, Hita u bëri thirrje qytetarëve që çdo pretendim mbi pronësinë apo zhvillimin e territorit ta ndjekin përmes rrugëve ligjore dhe gjyqësore. Në mbyllje të konferencës, drejtori i përgjithshëm garantoi se Policia e Shtetit do të jetë angazhuar maksimalisht gjatë sezonit turistik veror, me fokus sigurinë publike, sigurinë rrugore dhe detare, luftën kundër kriminalitetit, armbajtjes pa leje, kultivimit të bimëve narkotike dhe trafiqeve të palishme.